Familjarët e Dolces kanë reaguar përmes llogarisë zyrtare të konkurrentes në Instagram, pas deklaratës së Leonora Jakupi gjatë prajmit të fundit. Reagimi i tyre ishte i drejt për drejt ndaj Leonorës, e cila është opinioniste e formatit, pas komenteve që ajo bëri kundrejt Dolces. Kur gjykon mua, shpejt po e harron të kaluarën tënde. Pastaj në moshën që ke, normal vetëm gjumi të ka ngelur, kanë shkruar ata duke e etiketuar emrin e saj në postim. Leonora gjatë prajmit të së premtës i tha Dolces se ajo po zë me shkuj më shpejt se sa e zë gjumi atë. Deklarata u prit me reagime të shumta, madje edhe nga vetë konkurrentja. Pas situatës me Limin dhe gjendjes së rënduar emocionale të Albës, Jakupi e akuzoi Dolcen për mungesë empatie ndaj ish të dashurës së Limit, e cila po përballej me faktin se Limi dhe Dolce kishin krijuar një lidhje para syve të saj.